Përshëndetje nga horoskopi nesër. Këtu është horoskopi për ju nga 6 nëntor 2025. Dashi. Vendime të rëndësishme dashurie. Ju do të përballeni me një projekt shumë sfidues. Ambicia është përblyer dhe reagimi që mund të vijë nga jeta e përditshme. Demi. Gjatë kësaj kohe ju duhet të bëni gjërat që kanë rëndësi. Ju keni një dëshirë të madhe për të ndryshuar jetën tuaj ose duhet ta bëni për arsye të kushtëzuara. Binjakët. Në punë po luftoni me ata që përpiqen t'ju izolojnë. Një fazë pa kënaqësie që duhet mbajtur nën kontroll, sepse mund të kishte pasur tashmë pasoja në dashuri. Gaforia. Lajme të mira vijnë, projekte për njerëzit e vetpunësuar, shumë skenarë ndryshojnë. Nëse dikush ju ka lodhur, është koha e duhur për ta hequr qafe atë. Ju jeni fizikisht më të fortë dhe kjo ju lejon të vazhdoni. Luani. Disa situata personale mund të ndryshojnë për të mira. Bëni një kërkesë nëse keni ndërmend të ndryshoni punë të reja në dashuri. Virgjëresha. Ditë interesante, dikush do të fitojë një sfidë, brenda pak kohësh mund të kthehet një dashuri për ata që e duan, takime pozitive për beqarët. Peshorja. Nuk mungojnë mundësitë e vlefshme në dashuri dhe në sektorin ekonomik. Nëse keni bërë një gabim ose mendoni se jeni larguar shumë nga një person, do të jetë e mundur të shëroheni. Akrepi. Shtigjet e reja të punës do të japin fryte në muajt e ardhshëm. Ju jeni krenar, mos thoni asgjë pa vend sot. Shigjetari. Disa çifte argumentuan për arsye parash, puna e njërit prej tyre shkaktoi probleme ose kishte vështirësi ligjore. Dikush do të vëqoshe, por ti di si të sillesh. Britsjapi. Të gjitha këto ndikime bëjnë thirrje për një takim dashurie dhe një shpërthim sensualiteti, i cili është përbërësi themelor për jetën e një çifti. Mos e mbyllni veten dhe mbi të gjitha rrini me njerëz, projektet dhe propozimet favorizohen. Ujori. Këtu është një ditë e bukur për t'u vënë re, për të fituar një sfidë. Shumë ide të mira, largime të mira që ndodhin në këtë periudhë. Këtu i referohem atyre që kanë vendosur të fokusohen në vende të tjera. Peshqit. Mos i nënvlerësoni lajmet dhe informacionet e mira, edhe sepse shumë shpejt mund të mbërrijë një konfirmim në punë. Është e mundur që të lëvizni gjërat në marrëdhënien tuaj në çift, por do të kërkoj shumë durim dhe disponueshmëri nga ana juaj. Lajm nga një i afërm. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Së shpejti.